Faleminderit profesor për kohën, mirë se erdhët në ABC News në Balkan Update. Jo më larg se dje pati një hedhje, po themi kështu, të ides se vetëvendosja po mendon propozimin për të mbajtur në të njëjtën kohë zgjedhjet lokale me ato parlamentare, që në këtë rast do të ishin zgjedhje të jashtëzakonshme pas gjithë asaj se çfarë ka ndodhur me datë pas zgjedhjeve të datës 9 shkurt. Në fakt, nuk kanë munguar edhe qëndrimet publike nga subjektet e tjera politike, të cilat përgjithsisht me çfarë kam parë dhe kam ndjekur janë shprehur kundër. Ju, mendoni se është momenti që Kosova të shkojë drejt kësaj zgjidhje, meqense shumë çka është bllokuar? Gjithçka është bllokuar. Për fat keq, kur ne po bisedojmë, ne nuk kemi tash rrymë elektrike. Domethënë po punoj me 5G dhe me hotspot të telefonit, pra nuk ka rrymë. Imagjinon në vitin 2025 Kosova që ka problem, ka çmir, por politikat e gabuara pikërisht të kësaj qeverie e kanë dërguar vendin në një rrugë të pakthim dhe do të kemi kriza dhe më të thella se ato që ju veç e paralajmëruan. Unë mendoj që zoti Kurti nuk po dëshiron zgjidhje, zgjidhje të problemit, zgjidhje po dëshiron, por ato nuk besoj që do të mbahen njëkohësisht, sepse është absurditet në vete. Shikoni, KQZ-ja në Kosovë nuk arriti që të administrojë një palë zgjedhje parlamentare pa probleme, në procesim, në administrim, derisa u ndodhi certifikimi kaluan gati 2 muaj, pra një partësi totale në çdo aspekt, në çdo dimension të punës së KQZ-s. Dhe tash edhe nëse i ngarkojmë edhe zgjedhjet lokale, aty bëhet kaos total. Pra nuk guxon vendi të shkojë në kaos total, presidentja duhet të kyçet, duhet të jetë më e guximshme, duhet të merr vendime jo populiste, sepse vendimet populiste ja ku na kanë dërgu në një kaos edhe politik edhe juridik. Prandaj mendoj që presidentja duhet ta merrë një vendim, por vetëvendosja vet nuk mund të shpallë zgjedhjet kur ata dëshirojnë. Pra ajo është bëhet me konsenzus të gjitha partive parlamentare, të paktën shumicës së thjeshtë, që njerë duhet të konsultohet kuvendi gjithsesi, që mandej kuvendi ta votoj për me shpërnda kuvendi. Pra, ka procedura juridike dhe kushtetuese, po këta e mësu në mënyrë bolshevike të mendojnë dhe të veprojnë dhe ja ku është situata. Dhe kështu që mendoj nuk është e mundur të ato të bëhen edhe nga aspekti teknik, po as nga ai politik, sepse janë dy koncepte të ndryshme parlamentare dhe lokale. Pra, nëse ato përzihen, atëherë humbet koncepti për çka po mohen zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Profesor, më lejon t'ju bëj një pyetje drejtë në thelb përtej zhvillimeve të ditës. Me ju mund ta shtroj këtë pyetje. Ku shkoi përgjegjësia apo morali politik i drejtuesve të qeverisë së Kosovës, po edhe i deputetëve të tjerë, sepse Kosova e shtroi këtë pyetje duke pasur parasysh çfarë po ndodh me Kosovën edhe në arenën ndërkombëtare. Një humbje e të gjithë zhvillimeve, një humbje e proceseve të rëndësishme në kohën kur konteksti në arenën ndërkombëtare është më intens se sa kur. Pra do duhet që në thelb ky shtet që ka kaluar shumë për të qenë një shtet i pavarur, përballet me situatë të tillë, as pak të drejtë, paktën për qytetarët. Shikoni, agjencitë e inteligjencës së vendeve të ndryshme, luftat hibride kanë ndikuar në farë lloj mënyre duke ndërtuar një generacion të deformimit shoqëror të Kosovës. Pra, që 20 vite, pikërisht vetëvendosja, pra po shkojmë shumë më specifik kësaj rrave, ka lobu që Kosova është shtet i dështuar, ka dështuar në secilin segment, pra ka patur vetëm zi. Pra gjithë ky projekcion negativ për Kosovën gjatë këtyre 20 viteve, edhe që nga shpallja e pavarësisë, pra vetëvendosja dhe specifikisht zoti Kurti ka lobu që Kosova është e shkatruar. Dhe në farë mënyre ka krijuar një dekurajim shoqëror që ky vend nuk bëhet. Pra vetëm me ne bëhet. Në farë mënyre, pra gjithë kjo urrëtie, ky mlef, është një projekcion pikërisht i pasigurisë së tij dhe partisë së tij. Dhe kjo e ka komplikuar plot situatën edhe në rrafshin edhe diskursit publik. Pra i vetmi argument që sot vetëvendosja e përdor është ose je tradhtar ose je me ne. Pra nuk ka gjë tjetër. Pra vetëm ky argument i ka mbet dhe një qeveri që ankohet për 4 vjet, ata nuk e meritojnë as në kopsht me i dërguar. Pra janë kaq të paaft në menaxhimin e politikave dhe ky degradim i madh i shtetit të Kosovës. Pra një humbje e madhe e shansës kur kanë qenë demokratët që të zgjidhen diçka, ne tash po e shohim që republikanët në SBA as nuk e kanë plan
Bashkimin Evropian nuk e ka në plan të politikës së jashtme, mos flasim për Ballkanin perëndimor ose specifikisht Kosovën. Pra do të jemi shumë të anashkaluar në shumë dimensione. Dhe ky anashkalim, ky është rezultati, sot Kosova është e bllokuar në çdo element. Unë mendoj që është edhe një farloj dështimi shoqëror, pikërisht për shkak se kësaj narracioni të instaluar që të gjithë janë të korruptuar, të gjithë janë mafioza dhe kjo mbjellje e kësaj fryme ka ndikuar që shoqëria mos me pas as ankesa për asnjë gjë. Dhe një shoqëri që nuk ka ankesa, nuk ka fërkime konceptesh, nuk do të thotë që të pajtohemi, por fërkime koncepte për se si duhet të bëhet një punë, jo të kemi luftë, por të kemi, po themi, fërkime mendimesh nuk ka. Një shoqëri që nuk ka një gjë të tillë, pra ajo shoqëri është e destinuar për me dështu në secilin segment. Dhe për fat keq kam frikë që jemi duke shkuar në atë drejtim. Ato çka po mundot me bëhet vendosja është një kopje e keqe e sistemit kinez. Pra, kuazi kemi një farloj liberalizimi ekonomik ose politik, kuazi, në thojza, por qeveria apo shtetpartia i kontrollon cila parti mundet me pas, po themi, kuazi një farloj pluralisti politik, edhe ekonomik, cilat kompani munden me qenë, po themi, profitabile dhe konkurruese gjithmonë thojza, pra duket të qenë të dirigjuar nga shteti. Pra kjo pak a shumë një model kinez, por një kopje e keqe modelit kinez. Pra mbytja e sektorit privat na dërgon pikërisht te kjo natyrë. Dhe nëse rrëmullaksojmë, ne veç kemi humbur shumë, ne jemi që 9 muaj minus duke shkuar në regres, dhe kushdo që ta bëjë qeverinë, ajo se ajo, cili do person emri i veçantë është i parëndësishëm këtë rast, do ta ketë shumë vështirë që ta rikuperoj kohën e humbur, sepse koha e humbur është i vetmi element që nuk rikuperohet si në jetë edhe në politikë. Profesor, ju me të drejtë prekët i tjetër element të ndërtimit të shtetit që është shtylla thelbësore për çuar përpara pjesën tjetër, çështja të ekonomisë. Dhe unë po shoh çfarë po reflektohet, oda ekonomike e Kosovës, po edhe bizneset tjera janë duke dalë me thirrje, u bë shkak në këtë rast liberalizimi i tregut të energjisë elektrike, po unë mendoj që problemet sektorin ekonomik aty janë edhe më të thella dhe kjo më shqetëson se si gjithë situata politike bëhet e paqëndrueshme edhe për investimet e huaja. Dhe për të kuptuar këtu, pyetja ime është çfarë ndodh me xhepat në fund të qytetarëve të Kosovës nga gjithë kjo situatë politike, me çfarë mund të flasim në bashkë? Jam i bindur që nëse shkon në këtë formë, sepse qeveria më nuk mund të bëjë shumë çka, sepse kjo është qeveri në detyrë, problemet janë të akumuluara që 4 vite, sepse populizmi nuk prodhon rezultat, nuk prodhon ekonomi, nuk prodhon mirëqenie, dhe jam i bindur që në 6 mujorin e ardhshëm, jam i bindur që qytetarët do ta largojnë, nëse kjo qeveri nuk largohet në mënyrë demokratike, do ta largojnë me dhunë, sepse në momentin që atakohet prodhimi vendor, ekonomia e atij vendit merr fund. Pra kjo është pak a shumë me thonë me fjalë të shkurtra logjika dhe strategjia e ekonomisë së vetëvendosjes. Pra duhet të dim që përgjegjësi kryesore është vetëvendosja, pra duhet të adresojmë përgjegjësinë se ku është, sepse 4 vite pushtet me shumicë mbi 51% dhe mos me qenë në gjendje me rregullu ekonominë, procesin, energjinë, me të vërtetë kjo është e pakuptueshme. Sigurisht problemi ka gjithmonë një emër. Profesor, ju falenderoj shumë për kohën. Ju lutem, ishte kënaqësi.